Se shpulla shkatroi shumë plane. Shpulla ishte mbas kësaj? Para. Para kësaj, Po. Do të me qenë një shpullë martua? Edhe jam i sigurt që është bërë edhe për spektakël, edhe për t'i zbutur gjërat, por te ky çift më tepër respektoj djalin se sa vajzën. Vajza është kërkuese e famës me çdo kusht. Edhe është një përmetare posesive që besoj u ka nxirr jetën gjithë meshkujve që Ti e di të historinë e Ahmet Zogut me Sefi Vllamasin për përmetarët? Nuk e di, po ta tregoj unë atë, kam kënaqësinë ta tregoj. Po. Sefi Vllamasi ishte nga figurat më të larta që kanë nxjerrë përmeti, po edhe Shqipëria. Ishte deputet në ato momente, një mendje ndritur. Mbreti Ahmet Zogu e thret në cilësinë e mbretit, thret ai ishte deputet, atë pak i thot Sefi do të tregoj një sekret, i thot, po mos ja tregoj njeriu. Urdhoi, thot, Nalt Mandhi, kam minuar gjithë parlamentin, i ka dhënë dinamit dhe në moment do t'i vë zjarrin dhe kur të filloj mbledhja, do shpërthej dhe do vdesin tërë. Unë të merrova, thotë, se ka lënë me shnimesh. Unë të merrova, tha, miku i gjaku dhe i them, Nalt Mandhi, çfarë po bën? I friksuar. Mos e tha, ti kujton se të gjithë janë përmetar si puna jote, tha. Ata duhen vrarë, tha. Kjo e treguar nga Sefi Vllamasi, njeriu po themi politikani më i paqt, më i mirë, po mbëkej qefin. Që përfundoi, përfundoi roje dërrash në një stall në Fier. Dhe kur Enver Hoxha kaloi një ditë aty, thot, takoi si popull atë. Edhe i thoshte, ç'thot puna, ç'thot, po shoku Enveri, thot ai, Sefi Vllamasi jam. Ngeli, Sefi Vllamasi, deputet i kuvendit, i parlamentit. Kështu që e ka thënë me Zogu, domethënë. Ti kujton, tha, se të gjithë janë përmetar si puna jote, tha. Bëre qefi, në gjithë gazetarëve të tjerë të vënë dinamitin, mua që jam përmetar. Dëgjoj, tham dhe njerë, është e sforcuar, besoj që unë uroj të zgjasi dhe jashtë shtëpisë Big Brotherit, por me çfarë kemi parë deri tani, gjithsesi, meqense jemi javën para mbylljes finale. Besoj kush e fiton? Nëse do dalë Gjesi me Rozanën, më mirë Gjesit. Rozana... Se ke qenë vetë Rozana? Jo, kam shumë shoqe, por Rozana na mashtroi shumë. Pse? Po, nuk e di, do në dorë janë në saj më të keqe. Ja, më duhet se du ta kem foton e Rozanën. Foto du ta kem, ja, këtu tani. E ka hapur aq shumë sesin sa... Tani mi përcakto këta, më tha gazetarja, se unë duhen kërkoj dhe ndjes... Posesive. Kush? Egli? Posesive me 5 yje. Me 5 yje? E frikshme. Kjo është ajo nga përmeti? Po, Tako. Është mbesa një dëshmore të famshme, Aglaia Tako. Edhe Rezik emrin e saj do ketë, për ka konvertuar në Egli. Gjesi është një djalë, siç ka dhe pseudonimin, që i flet më tepër gjuhë e trupit. Si ka gjatë emrin? Ndoshta Aglaia do ta ketë. Jo, Gjesi. Ka Gjesi kaq? Po, kaq. Nga Kosovë. Bile ne përdorim Gjesti. Se ky është ajo ai slengut? Po, Gjest me gjë. është ideja për gjest, gjest. Kjo është se unë është djalë që i flet gjuhë e trupit më tepër se dhe mirë bën se nuk është në një djalë i zgjuar. Ky nuk është biond natyral, Jo, ja. Këtu është natyral. Thash pra e kopjon çik si shumë Luizin, por që edhe i shkon. Ndryshe nga një kopjas tjetër. Më ngjati si ai Teo Hernandez, ai mbrojtësi Majti Milan, francezi. Shumë larg shkove. Qëndron. E bukur edhe ky krahasim. E di që do ta përdorësh, e di. Do t'i bësh foto të dy. Po, la bëj copyright, dan çfarë. Laerti me gjithë mëkatet e tij tregoi që ishte më i zgjuari në atë. Se çfarë mëkate ka? Po, ke vërtet këto shtirje si nacionalist, herë si minoritar, herë si ur komunikimi, herë abuzues, herë i abuzuar. Këto ngjarje që tregojnë... Kjo më ka kapveshi mua, kur ishte fëmijë kanë abuzuar, ajo është e saktë? Përveç me jetë, gjithë banorët janë përdhunuar, janë abuzuar. E ke parasysh, sidomos këta që bëjnë histori jete. Nuk e di, po të shesësh veten kaq lirë për atë 100.000 euroshin e famshëm, nuk e di, domethënë, sepse ti duke treguar të gjitha, ti s'ke çfarë tregon më kur dalësh nesër dhe kur të kesh një kontratë. Do ti dyshon atë që ky ka thënë?
Patjetër. Jo, fakti është që duhet ti ke jetuar në Perëndim apo jo? Po. Policia dhe prokuroria duhet të ishin Po pra këtë thash unë, thash vetëm. Hajde këtu ti zotëri. Po pra, kush është ky person? Patjetër. Edhe sepse këto vepra penale të kalojnë lëvizja në Amerikë Me Too ishte u hapën arkivat e 40 viteve të fundit. Për Rozana. Tani Rozana është pinjolle dhe një familje këngëtare, tekst shkruese, prezantuese, gazetare, aktore. Jo, gazetare këtu frenon tani, triq, ku është gazetare Rozana? Gotë Rose ka pas programin e vet. Se po patë një program gazetar? Po pyete çfarë thot ajo? A kupton? Tani. Ajo të merrte telefon thotë hajde do ftoje, do bëj kështu. Jo, moderator, okay, edhe gazetare, se këto i bëjnë vetë dhe skenarin edhe, më kupton. Kjo është gazetare pse bën një emision, Dgjoj, e ke vënë re këtë tendencën në Shqipëri që qofse ti blen Range Rover, shikoni që gjithë pallati jot pastaj ka bler Range Rover. Qofse ti blen shtëpinë në Dhërmi, te Samiri të gjithë. Qofse ti mban Ramazan, e mban çfarë bë të gjithë. Takoja goca në Top Channel. Mos u lla turpe se me Ramazan. Po ti je me silikon në trup mi goce. Ti je me mëkatin. Po pra, dhe pastaj thash edhe te 4 orë. Të dielën u falën në sheshin Skënderbej, të njëjtë njerëz të marrë vajtën te kisha Elaçi, ta kupton? Identiteti fetar zero. Mirë, është ajo tendenca pagane, bledi ti e di, që në malet të morrit paganizmi. Paganizmi shkon këtij vendi, pra ka lezet. Ajo është baza, sepse ai që unë kam një nga paraardhësit e mi, Dervish Ilias Qafoku, se Qafoku, e di dhe ai nga pagane 1905 e ktheu në rit Bektashi. Kjo është historia. Nga pagan u bëm të krishter. Nga të krishter u bëm musliman sunit. Nga musliman sunit u bëm urdhri Bektashi. Erdhi imonizmi, u bën vendi para ateist në botë. I prishëm kisha xhamia. Mbas 90-s e ke parasysh kishat e para u bën gjithë të krishter. Haleluja, evangelist, protestant. Pastaj filluan me me muslimanizmin dhe mos harrojmë ti ke veç identiteti fetar por edhe emërtor. Ti ke në shtëpi për shembull gjyshi ka emrin Mahmud, gjyshja ka emrin Xhevaire, djali e ka Ilir, vajza e ka Kristina, nipi e ka Ronaldo, mbesa ka shkon një familje. Kush fiton nga? Unë jam për Eglin. Më fal për Gjessin, më fal. Da e mirë tani. Gjesi duhet fitoj. Jo Rozana, jo Laerti, Jo, Gjessi. Besoj në finale. Po thua me që është nga Kosova? Jo, po më ka pëlqyer. E bashkove këtu loja, jo, nuk e di pyet gazetaren, por sistematik kam qenë pro Gjessit. Edhe jam I sigurt që në finale ka qenë Bledi gjithmonë kështu, bashkoj këtu. Ta tregoj. Gjessi dhe Rozana besoj dalin në finale, por Gjessi me që jemi te kjo pjesa, Bledi, ti je për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën? E Kosovës me Shqipërinë, sa ishte një pjesë e trupit që na e kanë shkëputur. Kjo është historia. Deri para ardhjes së Trumpit nuk isha. Por tani po mbushe mendje që jam. Që të bashkohet. Patjetër, geopolitika ti e di tani si ka ndryshuar. Brenda natës del Trumpi, firmos në një dekret si ai I dusheve. Emri Gjesit është Besart Kelmendi. Okej, Besart. Dhe nga regjia, gazetarët falenderoj, po Bledi Mane e kanë mbështetur. Po, nuk të gënjeva, sinqerisht. Po jo, s'ke të gënjesh, si do gënjesh? Besoj geopolitika po ndryshon raportet ndërkombëtare diplomacisë po ndryshojnë me shpejtësi. Kështu që erdhi koha që kombet e vogla mos merren në konsiderat dhe them se një bashkim me Kosovën do ta ndihmonte edhe Shqipërinë dhe Kosovën, por veçanërisht media dhe arsimi duhet fillojnë të përgatisin terrenin për të ndërtuar. Po, sepse ja shikon një shpull edhe filluan për çfarë. Këtu dorëzohem. Kjo është ishte dashura e Gjesit e Big Brother Kosova, Gjeneta. Aty në Kosovë? Po. Këtu dorëzohem unë, gazetarët këtu më kanë para mua. Ka ardhur, është komplet e bërë. Çdo më thën komplet e bërë? Nuk ka qenë kështu, before dhe after, e ke parasysh përpara dhe pas. Unë këtu jam kështu, unë jam këtu në Konardamit unë. Vajza qëndron në Tiranë, ka një kontratë provizore me Top Channel dhe shive si e kemi bërë, e kemi fitulluar. Juve? Shqipëria. Shqipëria. Do unë ja Tirana, ja mori Prishtinës, kështu që kot na shajna dhe ne I bëjmë njerëzit e bukur edhe të famshëm. Cila është fjala që të ka pëlqyer më shumë në slengun kosovar? Se kanë disa do kur thonë atë për ndryshe, për shembull, për ndryshe. Unë kam njohur ca kosovar në Londër dhe kam mësuar për tyre
fjalën pa lidhje. Ti Pa lidhje. Pa lidhje. Dhe që atëherë unë e kam tani edhe në Shqipëri. Ose dhe ajo tung, nga ata e ke. Tung. Është shumë e bukur. Po. Ajo është tamam. Dhe kemi futur ne në fjalorin tonë, ha? Po. Ata kanë futur në një fjalor tonin? Nga një fjalë tonë? Ata morën kulturën e kafenet. Prishtina ishte çajtore e madhe, ishte si një Istanbul i vogël. Tani ata janë në me kafe. Po, është kultura e kafes. Po ja, edhe Top Channel ka një merit jashtëzakonshëm për vërtet. Po të gjithë morë edhe ti. Topi që bëri revolucionin tani. Po mirë, Topi ka pasur njerëzit e vet, domethënë është puna individuale e grupuar dhe po që them se ata kuptojnë që Shqipëria është jo vetëm vendi am, po është jo vetëm vendi që ka dhe dete, po është edhe jastik. E kam pyetur Albin Kurtin, ore i flamuri me që ai ngjan domethënë si Dardanis apo jo, flamuri zyrtar i Kosovës. Të frymëzon, e kam pyetur Albin Kurtin në intervistë. Ti Bledi kur e shikon atë se ata u vranë për flamurin kuqezi. Është një njëjta që ka bërë flamurin e Bosnjës edhe me enklava me I njëjta dorë? Po, e njëjta edhe gati të njëjta ngjyra. Ajo bluja që s'ka lidhje. E sforcuar, e ke përcjellë. Kuqezi, ai flamuri kuqezi është me vërtet flamuri më i mirë në botë. Por vetëm duhet të kthehemi te Shqiponja e Skënderbeut, se kjo është Shqiponjë bolshevike, kjo që kemi për momentin. A ti thot për formën? Po ta shikosh Shqiponja e tanishme është çik lebetice. Çoj mesazh kryeministit se do ta ndryshoj. Foto tjetër? Nuk e di, kemi foto tjetër? Këta i ke qefti, këta i njofën, se Luizin unë edhe i kam intervistuar, kur ka marrë çimin e parë, me Klodin. Me Klodin. Po. Atëherë Luizi i parë. Se ky është Luizi i dytën? Po, tamam Luigi, 4 metra. Unë kur dola nga Big Brother, në rrjetet e mia sociale, her pas here mbaj mend Kiara ndori një linjë të brëndshmesh. Edhe unë kundërpërgjigja me një foto nudo me duart pare, thoshte edhe unë kam gjerë linjën time të brëndshme, dhe ishte ironia ime që her pas here ngacmoj, sepse do ta vazhdosh kur mbyllet spektakli, janë muaj të tërë që tregu është i jetur për lajme. Dhe një ditë marr vesh që Kiara, në Top Channel, Kiara kishte ngelur 7 zanë, dhe që atëre, thash, kjo do bëhet nën, nuk ja vlen të ketë mjaft strese, të ketë ngacmimin tim, dhe nuk vazhdova më. Takohemi në Top Channel kur asisim oraret e xhirimeve, përshëndetemi me Kiarën, me Luizin, dhe raportet e mia me ta ka qenë ashtu siç ishte brenda.